Vetëm një përfaqësues i Ministrisë së Arsimit me profesion arkitekt përbënte ekipin e këtij digasteri që gjatë ditës qëndroi në fshatin Nerov të Krushevës për të parë nga afër gjendjen e dy objekteve shkollore. Dashmir Jusufi, nga Këshilli i Prindërve për legalizimin e objektit të ri shkollor, tha se eksperti nga Ministria e Arsimit ka fotografuar dhe analizuar çdo kënd të objektit të ri, duke shtuar se përfaqësuesin e kësaj ministrie e ka njoftuar dhe me gjendjen e shkollës ekzistuese, që sipas Jusufit thuajse është para rënimit. Paraprakisht Ministria e Arsimit Vesna Janevska tha se vetëm pas marrjes së raportit do të vendoset se në cilën mënyrë do të kërkohet zgjidhje për këtë rast. Madje Janevska u shpreh e habitur se edhe shkolla ekzistuese është ndërtim pa leje dhe e ndërtuar nga vetë banorët. Mirpo Janevska nuk premton legalizim të objektit të ri. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse përmbushen të gjitha procedurat ligjore. Banorët e fshatit Nerov mbeten në qëndrimin se nuk do të heqin dorë nga legalizimi i objektit të ri shkollor, i ndërtuar nga vetë ata, pavarësisht mënyrës së zgjidhjes. Shkolla ekzistuese Nikola Karev, ku mësojnë mbi 120 nxënës, është ndërtuar në vitin 1950, gjithashtu nga vetë banorët. Sipas banorëve, gjatë 75 viteve shkolla është e mirëmbajtur nga vetë banorët dhe asnjëherë institucionet përkatëse nuk kanë vendosur asnjë gosht.